Mirë se vini tek emisioni Burra dhe Gra, Gra dhe Burra këtu në televizionin Dugagjini. Mbram kemi diskutu për një temë shumë të ndjeshme, ndërsa sonte do flasim për një temë tjetër që është shumë interesante, mbase edhe tabu temë tek ne, fenomen shumë interesant që ka ndodhë realisht në basë përfundimit të luftës, ka ndodhë shumë deformime, shumë budallaki, edhe shohim qoftë se para lufte, për shembull, arkivolet e të dashurve tonë janë mbulu me flamurin kuqeze, edhe janë ka ceremoni që tu ka knoq, dhe me thonë, shpirti, kur e ke pa një farë forme vorrimin e dashurve tonë me një farë mrekullie, me një shëhret, që shtohet në gjuhën popullore, tani shkon vlla i sheh arkivullet mbulum me flamoj arab, me flamoj që asë di çfarë do me thonje kanë. Ulesh aty, dëgjon një gjysore arabisht dhe mbi gjitha që ka është ma trishtuese, e pa besueshme është që në shumë varrime nuk morrin pjesë fare gratë. Imagjino mi dek nonës djali, ose mi dek një gruje burri, ose mi dek një nonës fëmiu, edhe mos me shku e me nda në momentin më të rënd, në përjetimin më të rënd, dhimbjen më të rënd, mos me lëshu me durët e veta në vorrim, ose me agju një grusht dhe dashurit vetë në vorrim. Pse ndodh një gjë e tillë, sonte do flasim me Mirlindën, Yllin edhe Artën. Mirë se keni ardhur. Faleminderit, mirë se kemi gjetë përsëri. Ati falenderojmë sponsorat. Mirë se kemi gjetë dhe ne njerë mas pari, unë dhe Arta. Po, edhe jo, edhe jo. Po, s'dosh milion sponsorat tona, shas një moment. I falenderojmë fillimisht, mandej vazhdojmë me temën. Fillimisht falenderit për ujin miras, për pijet e gazuara të Lajtizës, për pijanë parfumerin, e kemi edhe Sofra Bakery, gjithashtu një falenderim i veçantë, edhe për automitën, faleminderit shumë nga zemra që jeni me neve, edhe ju shikus, faleminderit që po na shikoni. Tash rikthehemi tek tema shumë e veçantë. Më edhe pak, procedura jena me automitën. Më ishin dalë do me rrim shumë të mirë s'par gjeshën. Po, bre, plus tash që u shtrajtu nafta, pështem. Po, me rrim edhe me gaz, sidomos me gaz shumë djerë. Vëllë, në mejën, se kena bo temë veç, Gati 2 euro bo nafta. Po. Dhëtë me po një temë javën tjetër. Ma shumë është rritë litra e naftit se sa litra e ujit që thujnë. Jo, ujë mirë është njerës për leviz. Ma shtrajt nafta se qumshte. Po, ajo po se po. Tema ke shumë... Tema është diçka shumë interesante. Gratë dhe pjesëmorja në varrime, pse tash po duhet nga përjetimet e juja, dhe më thonë përvoja juj personale, ajo duket shumë absurde, shumë e çuditshme. Fillimisht, më duhet me cek që ky fakt është si ndërthurje e ndryshimit të kulturave, të situatave ndër dekada që i ka pësu populli jonë, edhe nga pushtimet e ndryshme që i kim pas prej popujve të kaluar, tashme e din cilët janë. Është një faktor emocional, ndështë ka qenë ajo arsyeja kryesore që pse shumica e personave që kanë vendos që me janë ndalu grave me marrë pjesë në përvorrime, për mua është shumë absurde, edhe pse gratë janë ma emocionale, janë ma të ndjeshme, edhe përjeton ndoshta më rënd humbjen e një personi, edhe shprehen, se ndoshta burrat e përjetojnë rënd po ashtu, po gratë e shprehen pak ma shumë se sa burrat. Mirë po, për mua është e palogjikshme që mos me marrë pjesë në një varrim të një familjare, mu më ka rastis edhe vetë me pas një vdekje në familje edhe mu ka dok shumë e ranë, edhe shumë dyqysh absurde, palogjikshme pse na gratë të shtëpisë mos me marrë pjesë në momentin më të rëndësishëm të atij personi që e kemi humbë. Po, mandej kur ndalesh edhe thu, po qështu jena mësu edhe s'munësh ti me kundërshtu atë fakt, sepse shumica e bojnë të kundërtën. Po mendoj ti mundesh, po nuk mundesh ti vetëm prej familjes në ato momente me ngritë zonin, se është situata shumë e rënda, po kupton. Po para se me ndodha, ndoshta u dash me diskutu edhe shumica e popullit do të
mu vedisu nga dalë, edhe me kuptu që jënë traditat e popujve pushtues që kemi pas, edhe me fillu me normalizu faktin që edhe gratë me marrë pjesë në varrime. Unë mendoj që është tradite jona që na kemi bo, besoj që është tradite pushtuesve. Jo, s'është jona, është tradite pushtuesve. Po, se na dyqysh jemi të e pranu një tradit, jo të kujt jetën, na vete kemi bo tradit që to. Edhe kur thot mi linda që me të ndalu, unë mendoj, është mendim jam, kur thot mi linda që ja ndalojnë të drejtë për me shku në varrim, nuk mendoj që ndalojnë drejtën dikush për me shku, po është mbet kjo tradit. Kur e shof këtë pjesë, ti nuk mendon, po ashtë, a më para lufte nuk ka kënë që shto. Po, e ta shti, unë me sa e di, këto 2 vitet e fundit, me sa më kara në përvorime me shku, realisht nuk mendoj që ka përparu shumë kjo traditës i diqka. Mendoj që në disa raste ka që shkojnë edhe gratë. Po rastet janë shumë të ralla edhe ato kush mundet me shku, vetëm familjarët e ngushta. Nuk jam pro kësaj, jam kundër kësaj që duhet me ndodhë, po ndoshta unë e kom edhe një farmendimi tjetër që nuk është të thumë me gjithmonë që ja ndalojnë. Ndoshta për para një 10 viteve kanë mujtë mja ndalu. Po dhe tash ka me si tradit, edhe konsideruar se ndalim. Mendoj jo që është ndalim, po në mendoj ndoshta që femra është pak qenje ma e butë dhe është ma e ndjeshme. Tash kur e marim shembull me dek e vladi ose djalin ditën e sotit, ndryshe përjeton baba dhe ndryshe përjeton nana. Pse? Po aty nuk i dihet se munden me përjetu se cilin formën e vetë. Një investimit tem që mire kiste dhe unë po thuaj se këtë e thash që për arsye për faktor emocional që gratë i shprehin ma shumë emocionet e tyre edhe ndoshta për me kalu varrimin me sa ma qëtësi, kanë zgjedhë që mos me marrë pjesë gratë në për këto procedura, pasi që burrat janë ma të vetë përmbajtshëm. Po së është dura as për mendimin tem, se nëse armën mu më rastis që prindi e me ndrujet ose familjari jam tjetër i ngusht, unë e kisha pa dëshirë që me kam prezente në ato momente. Nuk ka të bëj me emocione. Jo, ka të bëj në disa rase, ka të bëj me lajmë, po këto e ndalu. Se pas traditave fetare që i kam familjare tonë, po... Tradita që vetë po i kryujnë. Po, dhe traditat fetare që i kanë në rrethë jonë, po thonë që nuk është mirë që mund dëgju dhe me kësi të qara, për derisa personi që ka ndru jetë është duke hyrë në dhejë. Po, nuk ka më falë, po gratë zakonisht janë që shprejnë shumë a shumë vajtimin se sa burat. Atër pse po i lejoj, kanë do më thonë me vajtu, para se me vorru, bravo. Po, këto janë absurde, për logika absurde, që kanë arrit deri të ky vendim. Po, qëtash arta e kam raste me ta dhonë edhe ty, më falem fjallën, edhe është ideja që kur i vajtojnë, do më thonë, personin që ka vdek, ose gjenazën që i tojmë, kur e vajtojnë, jo në ata burrat që gjithmonë largohen për mës me indegju. Pse, qëre, me vajtu nuk është mirë, nuk i qëndroja asaj, sepse ti u dash me vajtu gjatë gjithë jetës edhe mja ditë mijat edhe të qijat ati personin, po jo se është momenti, nuk mundesh pa përjetu një ndjesim të stil kur ti vdekje të një personit familjes. Është në njërën sa ma të mirë të mundshme, për shame për cilat person për një amshim. Kjo është ideja që ka ardhë kultura, tradita ka ardhë në këtë pikë. Aja është temë krejt tjetër, a duhet, as duhet me vajtu. Budallakit tona... Kjo është tjera arsye që njerëzit e cekin... Budallakit tona nuk kanë fond. Mos prezencën e grave në përvërime. Se një maj budallakav, që unë e kumë një njëtën tam, thënë burre nuk kanë. Ka burra që kajnë se menja së teme. Kjo është absurde, hajda ma shumë. Ne jemi në një tranzicion që ende po vazhdojnë. Unë mund e më njësë fillimisht nga çështjet e mia personale. Të dy prindrit kanë vdekë. Më thënë, nana jo edhe shumë kohë, edhe së fundmi ca muj më parë e humba edhe babin. Faleminderit mirë, po ajo që ka undu me cekë këtë rast është tradita po se po. Por këtu është edhe feja islame që nuk e lejon gruan që edhe nuk preferohet që gruaja të vajtoj gjenazën në këtë rast. Sepse në një mënyrë tjetër përveç që e pengon procesin, do më thonë, të varrimit, mes tjerash mendohet dhe besohet që ka një ndikim të keq tek personi vdekur në këtë rast. Kështu që gjithmonë bëhet thirrje që bëhet lutja. Shpirtin e të vdekurit. Po, e rëndon shpirtin e të vdekurit. Gjithmonë tentohet që me bë lutja, sepse edhe përmes lutjes edhe besimit njeriu arrin me qetësu veten.
është një proces natyror që ne nuk mundemi me ndalë. Dhimbjet janë të pafundme. Mirë po, njeriu duhet me mbledh vetën dhe me pas pjekurin këtë rast. A i lejohet grave me shku? Ka raste që nuk i lejohet. Personalisht, me varimin, domethënë që e pata për prindin, më ka shumë interesant se pikrisht gratë kanë reagu kër unë po bësha gati për me shku në këtë proces. Se janë të ndikume. Janë të ndikume. Po nuk duhet me presione që ju kanë shku. bot kalume. Po fatmirësisht, familjen time nuk ekziston një gjë e tillë dhe po kemi shku domethënë në proces. Një cëshmash mos më ndiku ti për aty në që kam pas në ndikim këtë pjesë. Po, kjo domosdoshmërisht që po. Nes po folim për individuale, por po flasim patjetër që në përgjithësi në shtetin tonë traditat që i kanë. Kam pak ndjenjen që po ndryshojmë këtë aspekt, por se ndalimet të mos shkohet në varrim është shumë e vështirë. Unë për vete nuk, më ndalun apo s'më ndalun, nuk isha mujt me përballu, mos me qena që mira përballumirë në fundit. Më voret prej dy faktorëve kjo. Më voret prej faktoret zëtit shpis, ose përgjithësit kryesorët familjes. Qësaj nuk merë vendim, qësaj nuk ju thot grave, ju s'kini me ardhë në vorrim, gratë shkojnë, e para. E dyta, më voret hoxha, në rastin tillë, nëse njerëzit janë të besimit musliman, sepse tek besimi krishter shkojnë në për vorrime edhe gratë. Por e shoh të besimi musliman, kur hoxha është modern, edhe ka trun, njeri që ka trun, hoxh me trun, thot, po, do të me ardhë gratë në vorrim, femrat nuk korë, për shembull... Vetëm që vajtimi nuk lejohet. Eksakt. Hoxhallar ju e po të reagimin e Molla Xhevat Kryziut, të Bubavecit, që doli para një javë 2 edhe tha, unë vëllon nuk du, tha, as me dekë si turk, as du me dekë si arab, po du me dekë si shqiptarë. Apo kupton? E hoxhallarët e tillë, nuk e deformojnë fejen, nuk e keq interpretojnë librin e shajt as Kuranin e as Biblen. Vdekja është e papritshme. E papritshme dhe është proces natyror, ti nuk mund të papritshme me emocione në nivele sa më të larta. Të vdesin prindrit, edhe nëse edhe organet ja ke jap transplant, po e konsideroj çka madhore. Patjetër që kemi pritura. Jo, ti prap kur s'ka me të duk që ke bë diçka për prindjen. Kështu që në këtë aspekt nuk pajton as pak dhe kjo fjalë nuk zën vend në diçka të tillë, por kush ka të drejtë në këtë botë me i dirigju, me i komandu emocionet e tjetrit. I vjen dikujt me qajt, le të qanë. I vjen dikujt mës me qajt, mës qanë. Apo kupton? Por kjo, shikone ju, do të themi të vërtetën. Për shembull, edhe të pamet, të na, të pamet, 90% burrat janë veç, gratë janë veç. Anë që shto? Po, ashtu është, janë veç edhe qka së përqenë kove të fundit as pak. Se nga një tempo prekum edhe tjetra, është çështja që një farë mënyre shpesh herë e kom pasi një lloj mos respekti për të vdekurin, sepse edhe pamja po shndrohet fatkeqësisht, kam pa në shumë raste, po shndrohet një lloj takimi mes njerëzve që s'janë pas se sa edhe kapën tema të ndryshme aty. Jo, si kisha qëndru ti mendimi, jo, absolutisht, sepse njerëzit aty vinë për me respektu familjen e atij personi. Me respektu po, ama nëse shef veshjan, vetëm pak nëse shef veshjan, që nuk është as pak adekuate në grave. Veshjen e grave, po. Po, për shembull të grave, në për të pame është e pakapshme. Nuk e din apo shkon në një dasmë apo po shkon në një të pama. Jo vetëm veshja, po ti vren edhe vetë energjinë njerëzve që vinë dyqyr vetë sa për adet. Nuk e kanë mo atë respektin maksimal ndaj familjes, empatia po e të zhduk. Dëgjom, dikush do të më ardhë me të ndërru ti edhe ti do të më kanë e knaqshme që të kanë ndërru për humbjen e një personi. Unë kam shumë respekt për persona që i kanë zhduk të pamet edhe kanë vetëm një ditë e vorrimit, çaj procesi që është, edhe u kry. Orta ka drejt për shembull në kur shkojnë të pame, ndodh 100 herë ndodh, më thojnë, e çka po bëhet me lajm zeka?
A thua po kryohet qeveria. Po dhe këtë tema tjera që të ti, a din veç pak, në Në të pome flitet për të vdekurin. Në pome flitet qaj njeri, kur shkon me po dikan. Ajo është shumë e vërtet. Duhet me thonë një kujtim që se te kënë gjuft njeriu në vdekur, duhet me thonë jem konë shkollë, ka qenë njeri mirë, ka qenë kështu, ka qenë se edhe në rrasë u koj pushtër në pome nuk vanë me shot vdekure, na buptan. Ose nëse din që nuk i kimendi me respektu atë proces, fatin në shkohet, qëse koj pushtër në mesfalë, adin me se livdabili, adin me qëllu. Ama qëre Milaj më është aja fjalla që kur des njeri gjithmonë, ja kanë me full keq, ja kanë me full mirë për atë person. Jo konë ashtu, jo konë kështu. Shtu që mund vjen mirë për disa njerëzve që nuk e përdorin këto, për disave që më ka rane për të pame, që nuk flasin për njerin e vdekur se ku shokohen kisha dasht në ditë. Po, jo u ko njeri ashtu, jo u ko njeri kështu, besoj që shto thashe theme nuk duhet me egzistu. Unë më haret e ceka pak. Kujtimet nuk janë thashe theme, kujtimet. Thashe themet se ku shokohen, a u ko njeri keq apo jo. Për njeri mundesh me fol. Pse dush me fol, ka që njeri keq kur nuk është mund këtë jetë. Po me nuk flitet që kërkush nuk ka budal me shku me po njerin, e mi thoi ke pos bobën e kes. Ka ndodh njoni që i ka thonë Hoxhës, Baba Hoxhë thëta, e dinti që se me vdek gjumon, ditën e gjumon, si pas fejës islame thuhet që shkon xhenet, a që shto? E konsiderohet ditë madhështore. Okej, edhe këta... Por sa shkon në xhenet a në xhehenem, këtë rast vetë Zoti e din. Amo ky për shembull i ka thonë yll, Hoxhës i ka thonë Baba Hoxhë, po ti e di që baba ka kenë shumë burri poshtër, thëtë qysh po thu ti mos ju dek gjumon, të qërë bre birë, thëtë nashta zote sante nuk ka me ngujë veç nesër të shtumen, a vërtanë. Okej, kom një pyetje për juve të trave. Kom ja lujtë nonën. Ma herët pak e përmenda faktin që për mendimin tim është pak se e gabuar këto procedurat që i kemi në traditën tonë, pra e mbajtja e të pamës. Për mu shumë okej edhe shumë e shëndetshme edhe për familjarët e ati rasti, është që me mbajt vetëm dita e vorrimit, edhe mos me pas edhe 2-3 ditë të tjera që vinë njerëzit për me thonë ngushëllime, po njëkohësisht vinë edhe nuk ta epin respektin e duhur, edhe nuk e konsiderojnë si diçka të shajt atë veprim që e bojnë, thjesht vinë sa për adet. Për mu është absurde. Qa këshi thonë ju? Shamull, jo, a këshi pas qep që nëse kur këshi vdek, ta konsiderojmë në një botë paralele. Që për shumë kështë unë jem dek. Ti ki dek, a kështë pas qep që me orë njerëzit, 3 dit, 4, me folë për ty, me folë her mire, her keq, me folë këtë tema tjera, mos me respektu hiq faktin, që ti ki ndrujet, as familjen tonë, mos mi dhonë, as pak respekt. Unë e kësha posë për shamull qef në vorrem veç ti me mordë, me shuqe tua, a yllis kësha posë qef kur me mordë të vorre. Kështë të një, së përta thoma të fjallë, veç ishe një si kur një farë temi, s'po mëj me thonë të ne. Ishe një si një farë, s'po mëj me ta thonë të. Pasha zote shumë serioze unë testamentja kom njohë Edes, me mordë veç shuqet në vorrem, që ka me mlu mu me mordë, ka mërmonat vorrem gjyri këta, që të në gjimilej më dhek, ju lejtë në në shkrej në dhek. Ishtë bo varrimi jëtë cizacioni rretëve sociale të ne. Unë kam qevlo me mordë orta, me orte në vorrem, për shamull bleuna që rreti, me mordë në vorrem, Morena Taraku, kretë shuqet e mija, kam listen. Qa kom me mordë Bajram Krasnicin vorrem, për shamull, shefi këtina. Do vite ma herët, pra fërsesht, ose sonte përgadeti ftesat, sonte keni ftesën, po sonte keni ftesën. Edhe në mandej e dim që veç me ftesa këna marë. Edhe me mordë me daule, me mordë me sullje me topan. U kry, dveshtet në reshna? Po. U kry. Vis ta ceku një qështje për një mand, e kam përshtypje që ka humb empatia, se për para, për shembull, mbaj mend që kanë tregu që për gjyshin, për shembull, ka pas deri në 6 javë të pame. Po, e di. Ka pas tradit, ka pas rend, po flas më herët, ka pas tradit, ka pas rend, ka pas respekt. Kja s'tu kelem familjen me të vërtet, dhimbja gjithmonë prezente, por kur përfundon gjithçka, kur ma e ndina zbrastin maksimalit mungojnë shumë njerëzit, është e mirë se ardhër, po mendoj të pame me pas. Ka njerëz që t'jas nuk vinjan edhe si ki po edhe vinë në pome të një familjarit të nuk po vynë që ta njerëz që si nja. Unë nuk i qëndroj mendimet
Veç pak, unë nuk ishe ndroj mendime dhe të këty në dy zonjave apo zënjushave, për shkak që unë kisha dashur me thonë, varrimi është shumë e vërtet që kryet, edhe e pamja është e vërtet që kryet vetëm një ditë. Po unë mendoj që dëmshurin kur njerëzit e kanë për atë familje, edhe dhimbjen që e kanë për atë familje, unë mendoj që e pamja veç pak, i bashkon shumë njerëz që ndoshta në jetë shërim i blogëve unë kisha. Veç edhe në sa unë atë tjetrën e të mbërrem tamin, kur të vish lija të vartun e Majlina. Po me rëndësi më mira me to kur të vish në bërrem tamin se të me to. Notën e mirë, shjeme nesër, ora 20:00.